Kryeministri Edi Rama i ka bërë sërish thirrje opozitës të marrë pjesë në votimet e 18 qershorit, por para se të shkojnë në zgjedhje, opozita sipas Ramës duhet votojë vettingun. Nga një anë, ne kemi bërë dhe do bëjmë çmos deri sekondën e fundit, që arsyeja të triumfojë mbi frikën nga drejtësia dhe që ata të kthehen në rrugën normale të popullit e të vinë në zgjedhjen 18 qershor. Që të vinë në zgjedhjen 18 qershor, në radhë parë duhet kalojnë nga kuvendi të votojnë vettingun. Nëse nuk votojnë vettingun, nuk kemi se si i ndihmojmë. Ndërkohë që erdhën se erdhën ata, është detyra jonë, është detyra juaj, është detyra e çdo vajze dhe çdo djali këtu që të hapi krahët dhe të mirëpres çdo kënd bashkëpunëtare që do të vi me ne. Nga Elbasani, ku zhvilloi takim me votuesit për herë të parë, kryeministri deklaroi se nuk mund të lërpeng Shqipërinë për shkak të frikës e demokratëve nga vettingu. Nuk do të lejojmë që po ata që e shkaktuan atë tragjedi, që po ata që në 8 vjet e bën Shqipërinë një vend të zhytur në borxhe, një vend të zhytur në papunësi, një vend të zhytur në batakun e mungesës shpresës, një vend ku 50% e popullit paguan të energjinë dhe 50% nuk e paguan të ose e vidhte. Kur nuk do t'i lëmë që të marrin përsëri në dorë fatet e Shqipërisë. Kreu i qeverisë premtoi vijimin e investimeve në Elbasan, ku më i rëndësishmi për 4 vitet e ardhshme do të jetë projekti i furnizimit pa ndërprerje me ujë të pijshëm.